Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Ngjarja në Skanderaj, në cilën është përfshirë kryetari i komunës zoti Samil Ushtaku dhe zëvendës ministri kandidati për deputet zoti Mehana, tregon për një tensionim dhe ndarje të shoqënisë në mënyrë të skajshme. Ky incident, sado i rënd apo i lehtë, çdo që interpretohet, po tregon se klasa politike është e gatshme me shtyja atë deri në fund me qëllime elektorale. Dhe në këtë rast, palët e përfshira, të dyja, po dëshirojnë që ta shtyjnë sa më shumë në mënyrë që sipas tyre të kenë ndonjë rezultat në vota për zgjedhjet e 7 qershorit. Dhuna është e papranueshme nga kushdo dhe kurdo që vjen ajo. E megjithatë, duhet mi pas parasysh edhe disa çështje, disa rrethana, se vetëvendosje në mënyrë të vazhdueshme e provokon Samil Ushtakun, duke ditur që ai reagon, duke ditur që ai është i papërmbajtshëm. Dhe për këtë arsye e kanë zgjedhur si target zotin Ushtaku për ta sharë, për ta fyer, për ta linçuar dhe së fundi madje për ta quajtur spion apo bashkëpunëtor të Serbisë. Samiun, dikush që gjatë luftës ishte komandant i zonës së Drenicës, të cilin mund ta akuzosh për gjithçka, por jo vetëm për bashkëpunim me Serbinë, sepse e ka treguar, ka dëshmuar se ai ishte në front kundër Serbisë, e jo në krah të Serbisë kundër Kosovës, siç janë disa të tjerë që tashmë janë pushtet. Visar mirëmbrëma, zgjata pak këtë hyrje për ta rifresku memorien e njerëzve se tensionimi dhe dhuna verbale është e jashtëzakonshme dhe po vazhdon me urrit ajo. Jo jeni moti në jetën publike dhe keni përjetu vetë dhunën verbale kur ju vendoset në një moment të caktuar që mos t'jeni ma me lëvizjen vetëvendosje. Shumë për jush kam përjetu edhe sulme direkte, dëmtim pronash, dëmtim veturash, për shkak se i ndat rrugët me vetëvendosjen. Kur ndodhin këto ngjarje, kur ndodhin situatat e tilla, çka thot kjo për juve? Po ju pyes si politikan, si gazetar, se pak njerëz e dinë që ke qenë edhe gazetar, si sociolog, si njohës i mirë i politikës. Çka thot për juve kjo? Dhe pse ndodh kjo? Po spari, unë mendoj që bërë shumë mirë që në hyjmin tonë edhe domethënë ajo është dënimi që e bën për dhunën, edhe ajo është dënim që e bëjnë na si emision edhe ti personalisht po edhe unë, po është edhe si kolektiv. Sepse unë mendoj që dhuna duhet dënuar pavarësisht nga kush shkaktohet dhe pavarësisht ndaj kujt shkaktohet. E dyta që është paqë e rëndësishme për mendimin tim, se i kam pas shumë reagime, po thojnë mos e bëni dënimin me por vetëm dënon e dhunën. Po, unë po dënoj dy dhunat, edhe ato që e përmendet ti, absolutisht duhet më dënuar dhuna verbale. Veçanërisht nëse ajo bëhet në mënyrë sistematike, veçanërisht nëse ajo bëhet ndaj personave të caktuar, edhe veçanërisht nëse ajo bëhet me qëllime të denigrimit të personalitetit të caktuar. Domethënë sepse ta zëm në shoqërinë tonë, në kompon skenën tonë politike, nuk po flas për shoqërinë. Unë kam pasur që është zhduk vija dalluese në mes të sharjes, kritikës, akuzës edhe thjesht dhunës verbale. Apo jo. Tu na dyqysh i kena bosi të natë njëjtë. Edhe për shembull del dikush thotë po unë i them Sami Serbia, ta them kjo kritik, që kjo nuk ka kritik. Kritika për shembull me kritikuar Samil Ushtakun që qeverisë në Skanderaj. Ke plotësisht drejt, apo? Kritik mbajtë edhe është me ngrit dyshime për korrupsion. Ke plotësisht drejt. Sa është kryetari i komunës.
që po thuti me I thonë një komandantit UÇK-s ti je me Serbinë, mendoj që kjo nuk është, kjo është veç ofendim me qëllim të caktuar, me qëllim provokimi. S'është veç as ofendim, është me qëllim provokimi. Unë mendoj që kjo ka elemente të saj në këtë rast, sepse nuk është rasti I vetëm. Ne kemi pasur para secilës fushat në 3 zgjedhjet e përgjithshme që I kemi prej vitit 2025. Dhe në zgjedhjet lokale para secilës fushat ka pas si me thonë sulme të programuara sistematike ka shqisa Miloštaku duke e ditë që me të goditet PDK-ja dhe duke e ditë njëkohësisht që ai reagon. Dhe reagimin e ka të pa kontrolluar. Kjo është investim në reagimin e tij që pastaj me e përdor reagimin e tij për qëllime elektorale. Apo jo? Që kjo është, domethënë se këta për shembull neve na kanë thonë vetvendosja, edhe për një kohë gjatë, po veçanërisht kur kanë dhënë pushtet, që PDK-ja është problem sepse Sami Miloštaku është kriminal. Kanë thonë çështë po. Që 6 vjet e ki pushtetin. Pse vllai arrestove Sami Miloštaku me qumë për kriminalin? Më na e qafe. Ai shkëndesh që kjo më kon randi xherove be. Në kriminale me rrallë në burg. Nëse s'po mësh me qumë burg atë s'paska. Se kjo ardhë me kritik për të në pushtet. Ti më ke thonë që unë e di që është kriminal. Që 6 vjet më ke thonë që e di, po merr vllai njërin në burg. Edhe krym këtë punë. Domethënë tash kjo po tregon që në fakt ata kanë akuzuar pa pas kur fal baze, sepse s'po mujnë, s'po kanë bazë për me qumë burg, dhe në anën tjetër vazhdojnë me të njëjtën, po tash ja kanë ndru. Ja kanë rënë më shumë që me shtime reagu më shumë. A ke pas çastin që kanë se po ndërprej. Janë tu e krahasu Drenicën, pjesën që e qeverisë Sami Miloštaku, pra komunën e Skenderajt. Janë tu e trajtu si veriun e Kosovës ky pushtet. Si mas logjikës së tyne, disa edhe kanë thonë një gjë të tillë, por mënyra se si e targetojnë Drenicën është si mas tyne çlirim nga Sami Miloštaku, sepse ai popull nuk është I lirë derisa aty sundan Sami Miloštaku. Siç thonë për veriun, ai popull nuk ka qenë I lirë, nuk është I lirë derisa është sundu nga Milan Radojčići. Dhe kjo është shumë fyse, kjo është shumë nënçmuese dhe kjo është shumë e denueshme. Me krahasu Sami Miloštakun me Milan Radojčićin. E pash tash edhe foto që I kanë montu Sami Miloštaku, Milan Radojčići, Berat Buzhala, se dhe me ka ardha në Kosovë me ndihmu. Po se kjo çaj është, domethënë kur po I thonë ta Sami Miloštaku që je me Serbinë, këta po mundohen me aludu, kishte Sami Miloštaku ka pas bashkëpunim me Serbinë mas luftës. Nuk po e prekin luftën. Po ta po do me thonë që Sami Miloštaku ka bashkëpunuar me bandat e Serbisë në Kosovë mas luftës. Sa ke pa qysh për shembull, ke pa çysh I thonë tash, nuk I thonë më kriminal, I thonë bandit. Se po dojmë me lidh me gjuhën, pikërisht që e përmendet ti, se domethënë gjuha tash ky termi bandit është rezervuar për bandat në veri. Që thoi ke zonja Osmani kur ka qenë presidenti, kemi shkatruar 900 banda në veri. Shumë. Shumë. Dhe tash që ky termi banda tash janë veshën Sami Miloštaku. Pra po dojmë me aludu sikur Sami Miloštaku është njëra prej bandave që ka bashkëpunuar me Serbinë. Ato Radojčićit I kemi eliminuar, tash po dojmë edhe ta. Unë mendoj që dërgimi I njësive speciale më mënyrën që dërgu dje të enjtën, mbrëma, në Skenderaj ka qenë skandaloze po ashtu. Unë nuk e di çfarë qëllimi kanë pas ato, dhe nuk po them që policia e Kosovës nuk duhet më dërgu në për pjesë të Kosovës, po me dërgu njësitin special. Me anë të gjata në një vend caktuar duhet me pas një arsye se njësiti special nuk është polici komunikacioni. Apo jo? Qysh ke arsyetim, njëri për arsyetimi më tha ka dokevet pa regjistruar. Trafiku merret me. Njësitë speciale si këtë problema. Domethënë kjo është absurd, edhe tash kjo është në njërin anë është e tmerrshme në aspektin kombëtar, me au dërguti pikërisht zemrës Drenicës. Njësitin special ashtu pa pikë lidhje. E dyta është keqpërdorim I skajshëm I policisë, sepse këtu policia po përdoret për elemente të cilat kanë bënë me fushatën e lëvizjes. Kujtohet sartë kam thënë këtu që Albin Kurti është në gjendje me përdor policinë, madje edhe ushtrinë nëse ai konsideron se po I rrezikohet pushteti. Sakt. Sepse këtë e bëjnë diktatorët, këtë e bëjnë autokratë. Absolutisht. Dhe këtë nuk duhet me leju në si shoqëni. Absolutisht. Nuk duhet me leju. Prandaj po them që dërgimi I policisë në Skenderaj dje, që qartazi është I ndërlidhur me rastin që ka ndodhur gjatë ditës. Sepse nuk po shoh arsye tjetër, nuk mund të qenë kjo rasti. Tani ta shpjegoj këtë. Domethënë arsye si shkon mirë edhe mi diskutu, po që kjo e dërgon një sinjal jashtëzakonisht problematik edhe të rrezikshëm po pajtona të keqpërdorimit të policisë për qëllime partijake. E para. Kjo është I gatshëm e përdor krejt shtetin për pushtet. E dyta, e godet sentimentin kombëtar që e kemi në raport me Drenicën për shkak të luftës fundit edhe masakrave që janë kryer në Drenicë. Edhe rezistencës së Drenicës. Dhe unë nuk po them që zoni kom papla do thonë, jo Drenica duhet me reagu për ta, jo veç Drenica duhet me reagu kej Kosovë. Se Drenica pjesë e Kosovës, nuk mundem me thonë që kjo është problemi të Drenicakëve, le të merren ata me këtë punë.
Kish problem për gjithë. E treta, të mos harrojmë, e na kena diskutu edhe bashkë, edhe kena diskutu në për emisione. Kur e dërgon ti policin për gjithçka për shembull në veri, që e dërgojshën, se një herë dërgojshën me luftu krimin, pastaj janë se më dërgu për gjithçka, po. Ajo kon veç me mat puls, ajo kon më të mësu syni. Tash prej veriut është dryp në Skenderaj, nesër vjen në Prishtinë. Ose kudo që ka kundërshtime. Që kjo është se do me thonë diktaturat moderne instalohen të e provu kur nuk janë nisme të madhe, që janë nisme një hap të vogël, ti pajtosh me hapin e vogël për çfarë arsye, pastaj vjen një pak më i madh, i treti, i katërti, e kur vjen ai i fundit, Dhe në fund bëhet vonë. bëhet vonë ti mos mund shas me reagu. Dhe në këtë drejtë unë mendoj që ka këtu shumë probleme që duhet të diskutu kësaj përtej dhunës për cilën e dënuam, e cilën natyrisht unë mendoj që nuk duhet me ndodhë në asnjë mënyrë. Domethënë, edhe unë mendoj që aty ka qenë gabim nëse është përfshi Samil Ushtaku, se nuk e di hala është përfshi, ka qelluar që aty, po ai po thotë që unë nuk kam qenë përfshim. Le të heton policia. Jo më ajo zbardhet. Dhe le të merr dënimin nëse është ka qenë përfshim. Absolutisht nuk kam kurfar dileme për këtë punë. Duhet më dënu njëri nëse e ka sulmu. Pik. Mirë po, duhet me i diskutu çdo elemente se çto janë për mua më të rrezikshme se sa shpërthimi i Samil Ushtakut nëse ka qenë. Okej. Janë dy çështje këtu. Duhet mu dënu dhuna, duhet mu dënu kushdo që ushtron dhunë, por duhet par krejt rrethonat. Dhe për të parë të gjitha rrethonat duhet një hetim i plot dhe i pavarur. Dhe në kuadër të kësaj duhet edhe zoti Samil Ushtaku ta jap dëshminë e tij. Para shtetit se ne nuk mund ta përdorim si model Albin Kurtin, i cili sfidon prokurorin, thot, unë nuk POV, hajdeni unë guxofshi, dhe ta përdorim këtë si model nga politikanët e tjerë. Se kjo pastaj kthehet në një praktikë të rrezikshme të mosnjohjes së shtetit nga ata që udhëheqin shtetin. Që jep drejt pastaj secilit mos më një. Ja drejt secilit. Ne se rronë kriminal thotë ose s'po vi. Samil Ushtaku thotë s'po vi, Albin Kurti s'po vi, Samil Ushtaku sot thotë s'po vi, nesër ai tjetri mundet me thonë s'po vi, atëherë ku drejtësinë të shkuna. Po veç. Do të më ndërprej, jo me mbrojt, po natyrisht pajtona me ty plotësisht apo për Samil Ushtakun do të më shku. A nuk e kemi thonë që të punë vazhdimisht kur nuk shkoj Albin Kurti. Çka nëse secili filloi më usill, si thonë. Pra, ç'a na thëshin këta mbrojtësit e tij? Jo, sa është kryeminist. E tash, edhe kjo kryetar komune. Komune, natyrisht. Edhe ai ka pushtet. Me cilin kuti primati. Dy kute nuk bëm leju. Jo dhe. Ja kanë dy të faj, unë mendoj që dy të kanë faj. Të dy dhe? Ja, jo dy të papajshëm. Jo, dakord. Po jo, pi u flas atyre që të cilët thëshin për Albinin në rregull është Jo, kryeminist. nuk kanë rregull. Nuk kanë rregull se shteti është për me siguru pranin, qoftë të dyshuarit, qoftë të dëshmitarit në një proces të caktuar edhe me forcë, se kështu e një ligji, edhe me anë të përdorimit forcës. Me vendim gjykate. Me vendim gjykate, natyrisht duhet me siguru. Por për me u kthy edhe një herë të kjo ngjarje. Zoti Ushtaku ka ra prej e këtyne provokimeve edhe i herën e kaluar. Vendosja ka program të provokimit njerëzve, sepse e din që ata reagojnë e pastaj i përdor për fushat. E patën instrumentalizu deputeten Ardiona Matoshi, e cila për çdo ditë të lume e ka sulmu, e ka bullizu, e ka fy Samil Ushtakun. Dhe ai dihet se Samil Ushtaku reagon. Madje me gjuhën e papranueshme, se edhe atëherë kemi dënu gjuhën e zotit Ushtaku, po kërkush nuk e dënon të gjuhën e zonis Matoshi. Fyrjet e saj kanë qenë tepër të rënda. Përgjigjja e zotit Ushtaku ka qenë proporcionale. Ndonse e papranueshme për mua. Se nëse vazhdimisht i thu dikujna kriminal, bandit, njeri shërbis, ai një ditë ka me reagu. Po këta e din që ai ka me reagu. Dhe në kuadër të kësaj, unë mendoj që është edhe ky incident, sepse këta insekt, këta e merë përsi për dikush, e ngarkojnë me detyrë që ai duhet me kry një detyrë. Cila detyra Samil Ushtakun me qitë në një pozicion të palakmushëm dhe pastaj me përdorë si argument për fushat. Vetëvendosja po përpiqet me i thonë elektoratit se PDK-ja janë si Samil Ushtaku, bandit të rrezikshëm dhe për këtë arsye nuk duhet me i votu. Në anën tjetër, zoti Ushtaku po thotë se duhet me umbrojt prej tyne edhe në këtë mënyrë, se në këtë mënyrë na i betonizojmë votat tona.
Se jemi ndashës, një është nda në dysh, tash në tresh. Jemi nda absolutisht të këqit, të mirët, të këqit, të mirët, të poshtë, njerëz të Serbisë me lehtësinë më të madhe. Dhe në këtë situatë, veç pritet edhe populli me hinë konflikt mes vete. Këto është rreziku. Pra, një provokim i vazhdueshëm për një person që e njohin se reagon, është i qëllimshëm për ta prunë në një situatë siç ndodhi kjo sot. Nuk ishte dashur zoti Lushtaku me reagu në këtë mënyrë. Nuk ishte dashur me u përgjigj. Zoti Lushtaku është përgjigj kur ka qenë nevoja. Është përgjigj si pak kusht tjetër. Pra, nuk bjen zoti Lushtaku në provokim të zonës Matushi. Asys një me honit. Nuk duhet. Është rënje niveli ti. Nuk duhet. Pajtome. Po me gjitha të, Samiu është i tillë. Veç jo veç Samiu, qële... Mirë tash me ta... Po, dakor, veç se ka me shtu diçka që... Është një rast që studiohet. Është një rast që studiohet kryesisht në Universitetin e Zagrebit, në Universitetin e veneve të ish Jugosllavisë, për një vrasje që ka ndodhur në Beograd, fund viteve 70. Ky rast studiohet sot si praktik për rastet e ngjashme. Dhe kështu, e kam lexuar këtu, e kam dikun edhe një libër për këtë. Një person e ka pas një vend pune para një hyrje të banesës. Ka qenë me të metafizike, garbanci, thojmë na kështu. Diku për 10 vjet ka punu të njëjtin vend gjatë gjithë ditës, ka pastru kpuca, ka shit cigare, ka shit faculeta, si gjona të xhepit. Për 10 vjet rresht, për çdo ditë, njeri i ka thonë mirë mëngjes Gërbo, mirë mbrëma Gërbo, natën e mirë Gërbo. Për çdo ditë. E ka nënçmu në publik, e ka fy në publik, e ka bullizu, e ka stigmatizu, të natë zezat krejt mënyrë verbale. Pra fizikisht nuk e ka cenu asnjëherë. Dhe për një moment, kur i thot ky mirë mëngjes Gërbo, ai kap diçka afër, i bjen edhe mbyt në vend. Është arrestu dhe kur ka shku në gjykat para drejtësie me akuzën për vrasje të rënd, e ka marrë me mbrojt një avokat, do këtë Krat është, që është konsideru më i miri në Jugosllavinë atëhershme, po flasim për Jugosllavinë e 27 milion banorëve, sa kanë qenë, 23. Dhe kur e merr ky me mbrojt në seancën e parë fillestare, avokati e ndërpren 3 herë gjyqtarin. E thot, e çon dorën, falni gjyqtar. Ai thot, dorë na, ky thot kur gjë s'pat. Herën e dytë, thot, falni gjyqtar, thotë, kam por në avokat, kur gjë nuk kam. Herën e tretë, thot, fal gjyqtara, mundem, thot, kur gjë nuk kam. Ja të rjerë vretin gjyqtari, edhe një herë, thot, më ndërpren. Në këtë mënyrë, kam e dënu, dhe kam e të përjashtu prej seance. Dhe avokati thot, gjyqtar, 3 herë ndërpreva, pra kërkova fjalën, e nuk e mora fjalën. Jo qetë në gjendje, me më dëshku, me më përjashtu prej seance. Llogaritni për 10 vjet, për çdo ditë, këtij njeriu dikush i ka thonë mirë mëngjes Gërbo, mirë mbrëma Gërbo. Për 10 vjet rresht është përçmu, është fy, është denigru në publik dhe ka ardhur një moment që ka reaguar në këtë mënyrë edhe sot është këtu para drejtësisë. Është shpall i pafajshëm. Ky i akuzuar për shkak të rrethonave në cilat ka ndodhur. Dhe tani nëse për çdo ditë dikujna i drejtohesh me një çut të tillë, veçanërisht kur vjen nga eksponent politik, veçanërisht ndaj një njeriu si Sami Lushtaku, që njihet për temperamentin e tij në dy për gjuhën që po e përdor në raport me to, duke i thënë Sami Serbia, siç e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme ky zoti Mehane, ka ndodhur edhe incidenti.
unë nuk du të arsyetoj në asnjë formë, por është e gatume, është e kuzhinume nga vetëvendosja që këtë qasje me pas në raport me Sami Lështakun për me mri në një pikë ku ai reagon dhe pastaj qohet krejt aparati shtetënor dhe i vërsulet një regioni. Tani unë i pash edhe reagimet e njerëzve për njësitë speciale në Skenderaj. Është e tepruar edhe mënyra se si po reagojnë. Nuk mundesh me thonë Drenica i ka kujtimet e freskëta prej njësive speciale, se këto janë njësi speciale të Republikës Kosovës. Janë shqiptar shumica ushtarë të UÇK-s. A e pat policin që këtu e ka edhe emblemen e stemen e UÇK-s, krahas stemes e policisë edhe të Kosovës, flamurit Kosovës. Pra ata janë si na, po thjesht ata kanë marrë një urdhër prej dikujt dhe duhet i dim rrethonat. Kur përdoret njësia speciale? Kjo është çështja. Kur ka dhunë, pra, kur ka dhunë të tepruar, kur ka indikacione se mundet me pas shpërthim të dhunës, dhe për menaxhim të situatave që kanë dalë jashtë kontrolli, për grupe të rrezikshme të krimit organizuar, terrorizmit. Cila prej këtyne elementeve kontrollit më. Cila prej këtyne elementeve është plotësuar në Skenderaj? Asnjëra. Është një incident që ka ndodhur mes dy personave ku janë përfshirë edhe të tjerë. 2 janë arrestu, 2 ende. Çka ka ndodhur aty? Kush dha vlerësim se këtu mundet me pas dhunë? Apo mos kishte një plan operativ që në mënyrë të dhunshme me shku me arrestu zotin Sami Lështaku dhe vërtet që atëherë me provoku një shpërthim të masës. Kjo është tepër e rrezikshme se ku është u dashur me çu Albin Kurti shtetin e Kosovës. Se në çfarë konflikti këta po synojnë me i fut qytetarët e Kosovës në raport edhe me policinë. Se me mri në një situatë kur qytetarët e një rajoni dalin protestojnë pikë natë dhe kërkojnë largimin e njësive speciale, këtu është pika e vlimit. Këtu është pika e humbjes së respektit masiv edhe për policinë e Kosovës që e ka shkaktu dikush me një vendim të caktuar. Këtë duhet me gjyku edhe me denu si mas meje, siç po e bëjmë monetisonte. E para që duhet të thënë është që, domethënë, më ndërlidh edhe me ato që e thati. Tash unë i kam disa pyetje për reagimet që i kam pa, e që kryesisht vijnë prej njerëzve të cilët ose janë reagimet kundër pra veprimit të Sami Lështakut dhe çdo gjë tjetër. E që vinë kryesisht prej njerëzve që ose përkrajnë vetëvendosjen, ose që nuk janë domosdoshmërisht përkrahas të vetëvendosjes, po janë progresiv në mendim. Apo janë me mendimin politik janë më progresiv. Tash pyetja e parë që duhet shtrohesh për shembull çka mendojnë ata për dhunën verbale që e përmendët, ose dhunën simbolike që quhet shpesh. Se kjo koncepti i dhunës simbolike është këtë shpikje e vonë. Edhe më shumë që është përdorur nga, si më thon, filozofia feministe. Pra për me shkërmosh mentalitetin patriarkal. Feminizmi është dashje me shku përtej dhunës fizike, për me kallëzu që është pozita e grave në shoqëni është problematike edhe kur nuk ka dhunë fizike. Sepse kështu në një mendim kështu formal edhe të shpejt, i thu mirë, nuk pas ka dhunë rrjedhimisht. Atë ka prek, atë ka prek. Atë ka bërë në një, pas ka bërë kur gjë. Dhuna verbale është pa ashtu dhunë. Nëse ti nënshtrohesh të asaj dhune sistematikisht, tasëm në baza ditore, për shembull në raportet e shtëpisë, ose kudo qoftë, rastin që e përmende, ai personi që është gjyku pastaj për vrasje, ai është i nënshtruar në dhunë simbolike të përditshme për diku gjatë, apo? Po, 10 vjet. A se kam shu asnjëherë? Jo. Kur se ka prej? Veç e ka shoh. Dhe në këtë drejtim, kjo llogaritet të jetë dhunë. Dhe tash, a duhet dhunës më u kthy me dhunë? Jo domosdoshmërisht, sepse ekzistojnë organet. Mirë, po nuk është rasti vetëm në botë që dhuna kthehet me dhunë. Çto po do të thonë? Domethënë, duhet me dënu dhunën fizike veçanërisht nëse u shkoni për fshim Sami Lështaku dhe këto a tham 100 herë. Po mos ma mohoni rëndësinë e dhunës verbale, të cilës i është nështruar edhe Sami Lështaku, mes tjerash. Tash, e dyta, se një gjëna duhet me kuptu, jo për me shfajsu, po duhet me kuptu, që me kuptu situatën që është duhet.
Samir Ushtaku dhe ushtar tjerë të UÇK-s, komandantët e kështu me radhë, e kanë pas një periudhë të rjetuarit në rrethana jashtëzakonisht vështira që na nuk e kuptojmë se si kena përjetuar, apo jo. Na konë këtu në Kosovë, unë e vjetoj konë jashtë, por ju që dikon në Kosovë, ju e keni përjetuar luftën. Po se keni përjetuar luftën si ushtari UÇK-s. Po, që ka dallim. Natyrisht që ka dallim. Dhe tash Aty adrenalina është absolutisht. Dhe tash njerëzit thonë po veç mas luftës ta kanë bë parë krejt. Po, dakor, na shtallë i kanë bë. Për krejt ato që i kanë vjedhur do të më shtim burg. Absolutisht jam dakord. pa e ke pa një Po mos u pjesë. kthemi thonë ti edhe që atje je konkret. Pa e ke pa një pjesë të shoqënisë tonë. Nuk janë kundër hajnisë. Janë kundër hajnisë ta zonë të Samiu, të Ramushit, të ati tjetër. varet Se kush. komandant atë. varet Se kush. ka vjedhin sa të mujnë. Absolutisht. Ta ki të përfshin. Që kjo është dhe tash për me e kuptu, do me thonë, unë nuk e kam bash letë me thonë që Samia kështu, Samia ashtu. Se janë disa gjëra të cilat në jetën tonë, se ajo para argime, për shembull, një sen që e përmeni që më do shumë interesant, që e përmeni, jo që nuk e dim, tha një jetë e kam shërbim bend. A e do me kallëzu që qëre, janë disa gjëra të cilat nuk mëjmë më t'i pranon. Janë disa gjëra të mosh më thonë, o të thamë hajtë Thuj me hajnë, po, shka dush. po, Akuzohë për korrupsion. qërë, vebi, të jemi shumë të sinqertë. Me i thonë një të burgosëri politik dhe me i thonë një ushtarit UÇK-s ti me Serbin, kjo është ofendim Iran. Sepse pjesëmarrja në këtë angazhim politik për shtirimin e Kosovës ka qenë i vetëdijshëm dhe gatishmëria për me dhënë jetën për këtë punë ka qenë e vetëdijshme. Apo jo? Mos të harrojmë edhe një gjë, Visa. Tash, kur i thu Samir Ushtaku, kur i thu, i kanë thonë edhe Ramush Haradinat, i kanë thonë edhe Daud Haradinat, i kanë thonë edhe Ashqallëve të tjerëve, domethënë qëta që kanë luftu, ju kanë thonë ju jeni me Serbinë, që kjo për menimin tem është një vije kuqe për ta. Në të cilin ata pastaj veprojnë në mënyrë irracionale, që absolutisht Besoj e ke pa një fushat e jashtëzakonshme kundër Haradinajt, familjes Haradinaj. në të cilën e kanë kritikuar edhe Rifati Asharin pse u kon ndasëm. Apo edhe Rifati Asharin e kanë kritikuar. Kjo është e organizuar. E treta, se po du me i lidhë që to krejt, domethënë se edhe ka ndodhë ta shtërvoni. Na e dëgjum një paraqitje të zotit Abdigjiku dhe zonjës Osmani në Rubikan. Një gjë që aty bëri përshtypje është që zonja Osmani është, si me thonë, e fundit në rallë, që delë dhe kallëzën që në fakt sulmet në lëvizjen në dosje janë të orkestruara dhe organizuara. Po, Edhe dhe ajo vinë me urdhër të Albin Kurti. Ajo tha pa urdhër të Albin Kurti sulmet ndaj meje nuk ishin ardhur. Këto e ka thonë Visari Meri, këto e ka thonë Shpend Ahmeti, këto e ka thonë Dërban Seliu, Dërban Molliçaj, Florin Krasniqi dhe gjithë të tjerë Hakia Baze që kanë qenë aty dhe në fund kanë dalë për çfarë do arsye. Po api bjen kjo që 5 vjet e ka ditë zonja Osmani që Albin Kurti organizon këtë, dhe ajo ka qenë pjesë e kësaj dhune. Dakor, unë s'pe shpajsoj ato, s'pe shpajsoj as vetë, po çka po du me thonë është që ta qytetarë të Kosovës cilët hala po mendojnë që kjo nuk është e vërtetë. A jeni po du dosh me marrë vesh që kjo është e vërtetë? Së paku pranon që është e vërtetë që kjo. Se në rregull na shtë edhe pajtoni. Po mos më thoni mo që kjo nuk është e vërtetë, se po ta thonë njerëz të ndryshëm që kanë pas përvoja të ndryshme në kohë të ndryshme me Albin Kurtin dhe po ta bëjnë leximin e njëjtë. Atëherë çysh të koka që krejt na po rajshëm e besajt e këka i vërtet. Për që punë po flasë, për tjerat bësh ka dush besaj. Që kjo është e drejta. E katërta që unë menoj që duhet më u përmenë gjithçysh. Qëre, kur jem pushtet, dhe ti e shep për shembull që ka një rrezik qoftaj edhe i vogël të një përplasje shoqënore. Çka ish dash me botin pushtet? Si parti politike po do këtë polarizimi interesant, se po fito vota. Si pushtet çka bën ti? Kujdesesh Çfarë përgjegjësi e ke ndaj neve? Kujdesesh për rand. Sa, do me thonë kur ti e shet që një situatë ka mundësi me shpërthy. Nuk investon me i qitë benzin, po investon me i qitë ujë. Nashta s'mund është menaj, po ujë i qitë. E unë menoj që dërgimi i policisë dje pa pik arsye s'pako që e dim, na? Jo s'ka arsye, absolutisht s'ka asnjë arsye. Po një farë benzini. Asnjë arsye nuk ka. E që ky benzin është i papërgjeshëm, se po pajtona me ty, dhe na kemi folë ta, do me thonë për një kohë gjatë. Çaj polarizim, i cili në fillim e kesh veç për masën, nëse me thonë kështu, hajde të bojmë për fushatat, hajde të fitojmë pak më shumë vota, u do ka pak se i pa fajshëm, fitojmë pastaj qetësumi, çaj polarizim është investuar qatë shumë. E kam rrinë një pikë për mendimin tim të rrezikshëm të shpërthimit. Albin Kurti mund me menu që të shpërthejmë pak se unë po fitoj votave, që Albin Kurti dhe gjithë tjerët duhet me kuptu që e me shpërthyj edhe shpërthen. Menal nuk mund është menal. Që të o problemi. Problemi është të klasa politike në përgjithësi, veçanërisht të ky pushtet që është, pushtet autokrat. Edhe e katërta i kisha ftu këtë shikues të emisionit, vetë le të mendojnë paternin shkurt 2025, pra yrnekun shkurt 2025, maj 2026. Kur ka pas provokime ndaj Samir Ushtaku drejt për së drejtit e Egra.
Veç fushat. Para fushatës gjithë. Po. A është i njëjti kriminal edhe mas fushatës, mas zgjedhjeve? Po. Pse s'po vazhdojnë? Kryen zgjedhjet, nuk merren Çka ka Sami. bëhet me Sami Lushtakun? Si të vjen fushata, prap me Sami Lushtakun. Absolutisht. E që kjo po të thonë që rastisht ndodha? Jo, nuk ndodh kjo rastisht. Është të klasa jonë politike. Mu më dhimet ky popull, më dhimen këta qytetarë, sa let manipulohen edhe e instrumentalizohen. Ata duhet me ditë një gjë. Se lufta politike, mes partive politike, mes politikanëve, bëhet për pushtet. Pushtetin pastaj e kthejnë në pasuri dhe para. Nuk vjedh asnjë politikan me shku mi nda votuesve të vet hajnin që ka bë. Vjedh veç për veti dhe për grupin e tij. Ata nuk përfitojnë kur gjë. Ata mujnë me u shëndru në viktimat e dhunës për interesat e klasës politike. Sepse kemi të bëjmë me klasë politike të papërgjeshme visak. Ky lloj politikani, që nuk janë të gjithë, natyrisht, mos ma merr dikush që po i fus krejt në një thes, po ky lloj politikani reagon këtë mënyrë kur i rrezikohet pushteti, apo kur mendon se këtë mënyrë fiton pushtet. Duke ju rreziku pushteti, i rrezikohen privilegjet, i rrezikohen mirat materiale. Dhe kur e mendon se në këtë mënyrë fiton vota, e çon deri në fund. Pra e çon këtë gazin deri në fund ku nuk shkon më shumë. Viktim qytetarët janë. Njerëzit janë viktim të kësaj dhune verbale që po ndodhen në vazhdimsi. Unë nuk e di çysh nuk e kuptojnë. Unë nuk e di çysh njerëzit në përgjithësi se dhuna verbale shkakton dhunë fizike dhe dhuna fizike çon në gjak derdhje. Pra neve na duhet veç edhe pak që me shpërthy. Se mënyra qysh po trajtohet ky vend, mënyra qysh komunikon pushteti me qytetarët, me kundërshtarët, me partitë politike, është të e shtyja ne. Është të e shtyja ne. Që të i keni farburin e këto vidët, që të i ke... veç sa s'ka kërsit. Lufta, veç sa s'ka kërsit. E tash vinë Amerikanët neve luftojnë për neve. Pra, që ke ideja se jemi para një shpërthimi, që njerëzit jenë të e pa, jenë të e ndje, mundet me na qu vërtet të qaj shpërthim. Prandaj këtu duhet urtësi, duhet një qetësi e jashtëzakonshme. Dhe një çështje tjetër që duhet me pas parasysh, të dhuna e politikanëve që është ushtru ndaj kujdes qoftë. Zoti Lushtaku nuk ka sulmu policë ndonjëherë. Apo jo? Zoti Lushtaku ka pas një rast me një gjyqtar që ka kap për kravatë dhe ka vujt dënimin. Ka vujt dënimin. Por janë të tjerët që kanë qorru sytë policëve. Çfarë niveli dhunës ka qenë ajo? Dhunë e jashtëzakonshme. Unë e shoh ky Besart Ahmetaj, që është njëri prej shefave të policisë, e kam një fotografi këtu të tij kur ka rreziku me humbë synin si pasojë goditjes me mjete të forta në një protestë organizuar nga Albin Kurti. 3 muaj ka në spital në Turqi. Ajo është dhunë. Ajo është dhunë, ajo është e dënueshme. Pra, vjetra njerëz që sot dënonin dhunën e Sami Lushtakut, unë e kom pa me sytë mi të ushtru dhunë. Kishtë do ma djetu ma dënu dhunën atje edhe ai deputeti që u dënu që tash bashkë me zëdhënësin Ekzan Azemi, kishtë dalë me ma dënu mu dhunën. Gjelal Sfesla ta dënon dhunën. Tullim shoj ke policit. Pra, këta njerëz të dhunshëm që po provojnë me instrumentalizu popullin me i qu drejt një dhunët pa kontrollume. Kjo është me lujt me flokën, edhe unë mendoj që përni me, tash është folë shumë për këto, po përni me së paku qytetarë do të me kuptu që qështu më nuk mujna me vazhdu. Qështu qysh janë aty shku, duke ja plotësu, edhe pse jo tërsisht, po duke ja plotësu apetitin
për kontroll të gjithëmbashëm Albin Kurtit, përmbys institucionet politike, na kena me shku në theqafje. Sepse kontrollin e gjithëmbashëm që shpe e lypaj, ajo nuk bëhet pa një përplasje të madhe shoqërore. Pra për me shku që atje ku po dënaj me shku, kena me pas përplasje. Ti shkon Albin Kurti, sikur politikan tjerë që me thonë qëre na garojmë zgjedhje, marrim sa të marrim, dashim parte bëjmë qeverin, një herë me Vebin, tjetër herë me Visarin, herë në tret me kushtikan, i shkon normale. Po që kjo tendenca që une ja krejt ja heq, kam na qunë një përplasje që kemi përfundu jo veç aj me heq, por krejt me heq. Prandaj unë po them që është koha e fundit që me i thirr mendjes, që kjo në Skenderaj nuk është rasti i izoluar. Kjo vjen për shkak të një historiku edhe rrethanet që është ndërtu me vite nga qasja politike që ka pas kryesisht vetëvendosja, ose më mirë thënë në kohën e fundit vetëm vetëvendosja. Dorën zemër nuk mundna me uran qafë partive tjera si parti. Ka individ, e dënojmë Samin, dënojmë atjetën sa dush. Po jo e organizuar. Partitë politike, Bedri Hamza, Lumir Abligjiku, programet e partive politike, prej shkurtit e tutje, kanë thonë një gjë, aman depolarizim pik. Çka është? Gjoma një element polarizues fushatën e PDP-s së LDP-s prej 2025. Asë një heq. Bile jëmë kritiku nga ne, apo jo? Pse po janë kaq të butë. Po. Na e kena kritiku, i kena thonë një duhet më konë pak ma agresiv. Ata kanë thonë jo se po dojmë me depolarizm. E tash nuk konfermi jo thonë keqin qasi, jo si janë. Jo si janë, natyrisht po dihet kush është. Natyrisht nuk. E tash fund reagon Samil Ushtaku, ata thonë ja peshe që keqin qasi. Prap nuk janë keq qasi. Ja. Prap kreu i PDK-s edhe i LDK-s nuk bjen që ato. Edhe thonë nalno. Hajde shtymi me programe. E që kjo punë do të më nalë, njerëz për e keq kuptojnë, në fund të votoj Albin Kurtin se për të pëlqen 100 euro që për t'jep, në regull jam. Po me votu Albin Kurtin, nuk do të thot me ja pranu se cilën ide të marrë që e ka aj për këtë shoqëri. Sar, shime në emisionin tjetër. Miq, votojeni këtë doni, por aman, po i flasë edhe veti, edhe rrethit tem. Kujdesnu që kjo shoqëni mos me shku për dreq, por me ndërtu një shtet ku sundon rendi dhe ligji, ku edhe politikant, qoftë ai kryeministër, qoftë kryetar komune, i përgjigjen ligjit, i nënshtrohen ligjit, i përgjigjen kur i thret drejtësia, sikur të gjithë ne. Se ne mos mi u përgjigj, neve na çojnë në burg edhe për mos pagesë të gjobave në trafikut. Ndërsa, kur kryeministri thot, unë nuk shkoj në prokurori, në pasin guxim, le të vinë te unë, këtë nuk duhet me pa na si model. Ata janë tjerë, na si qytetari jem tjerë. Mirupafshim.